Për fat të keq, dhuna, krimi në familje është në rritje. Në raportin e... Ligjet i kemi të forta boll, profesor. Në raportin e Ministrisë Brendshme për vitin 2025, del në rritje. Dhe ka disa vjet që është në rritje. Në vend që të ulet, dhe janë... Sa seriozisht merren denoncime? Dhe janë disa... Sa inteligjente është policia për t'i çuar këto përpara, për të parandaluar? Janë disa organe që kanë përgjegjësi, që kanë detyrime ligjore. Nuk është çështje dëshire, është detyrim ligjor. Do të thotë ashtu si kundër policia i ka të përcaktuar në ligj veprimet që duhet kryej. Po policia duhet japi prioritet, se mua më duket sikur është ambientuar në çik, është familiarizuar. Punë e madhe se po ndahen. Ka fituar një lloj imuniteti se po rrihen. Jo, është ambientuar me atë gjendjen. Një herë, dy herë, tre herë dhe jesh bërë si gjë e zakonshme. Mirë po aty të lind vrasja, ose të lind vetë vrasja. Ashtu duket në fillim si zënkë, si po shkojnë në gjykatë për të ndarë, apo është thjesht një rahje. Jo vetëm duhet përgatitin dokumentacionin dhe në mënyrë emergjente ta përcjellin në gjykatë, po më pas kanë detyrimet të ndjekin e ecërinë e këtij konflikti, e këtij raporti, në mënyrë që të prevenojnë. Nëse ti kënaqesh fërkon duart që bëre dokumentat dhe i çove në gjykata apo në prokurori dhe u thon qytetarëve që ja kemi kaluar prokurorisë, ja kemi kaluar gjykatës. Ti duhet bashkëpunosh, mos i lësh në një strehë, ti duhet mbash në kontroll femrën apo mashkullin që është impulsive, që mund të kryej akte. Dhe deri tek strukturat e pushtetit vendor, bashkitë kanë sektor të veçantë të kujdesit social, i cili duhet të funksionojë. Nëse ka nevojë për të shtuar shtoje, i cili duhet kontrolluar, i cili duhet vënë në dispozicion burimet, materiale, kushte në mënyrë që ti edhe ti strehosh, përkohësisht, edhe ti ushqesh, mos rrit dyerve të policisë. Kështu mund të them... Ka patur raste që jetojnë brenda një shtëpie edhe dhunuesi edhe dhunuara për shkak se nuk ishte një lloj zgjidhje nga institucioni. Dhe aty, edhe pse çështja në gjykatë, gjykata vonon në proceset e veta, vonesa e gjykatës të sjellë një krim tjetër. Dhe për fat të keq, numri i vetvrasjeve në Shqipëri është më i lartë se numri i vrasjeve. Ka një farë ulje këtu. Ka një farë ulje. Do vi me njërë të gjusë të tushë, do marrë edhe mendimin dhe ekspertizën. Gjykimi tim kërkon vëmendje më serioze, jo vetëm të policisë, nuk është vetëm përgjegjësia e policisë, po edhe të gjykatës, edhe të prokurorisë kur heton gjëra të tilla, edhe të bashkive, një sër institucione. Profesor, që ne kemi shpërsuar ligjin dhe është rrit numri i vetvrasjeve edhe i dhunës familje, këtu duhet me bërë një studim. Cila është arsyeja, sepse ne ligjet i kemi shumë të Do të thotë së është vetëm politika penale ta parandaloj, por janë zbutja faktorëve social, ekonomik. Po pra, e nisi që tek arsimi, ekonomia. Janë të ndërthurura. Patjetër. Dhe ne pak mendimin e zotit Karanda, zbutja atyre faktorëve ka hetuar një sër rastesh. Këto faktor. Vetë qeveria me politikat e saj për të ndërhyrë, ashtu siç thatë ju. Një grua të merret, nëse është në dhunë, merret të strehohet diku, të ushqehet, jo të lihet në varësi të atij dhunuesit që. Rast të mëshirës. Prandaj ne nuk duhet duke marrë vetëm me pasojën kur ndodh, dhe duke mos marrë masa që në momentin e parë që të kemi një shoqëri pa dhunë, në radh parë të jetë edukuar, të jetë arsimuar, se që në shkolla ne kemi mësues akoma që përdorin në dhunë ndaj fëmijëve. Që në shkolla kemi një bullizëm, vinë fëmijët me thika në shkollë, kush është më i fortë, kush ka një makinë më të mirë, kush përdor drogë. Ne i kemi fëmijët të rritur që ne i dim edhe e dim se si është situata. Pra,